Almira, jo. Edhe ma herët në një moshë shumë të re, shumë të re edhe këtu më përpara, po kapitulli, larkësia bën të vetën edhe zhvendosja në Amerikë në një moshë po ashtu të re, ani pse legjitime në 18 vjetë, po cilat kanë qenë prapaskenat e asaj periudhe të shkuarit tonë në Amerikë? A i ke vujtë shumë mos prezencën nga ona familjare, mungesa e tyre, edhe qka të ka mësu vetë si përvoj Amerika? Mos prezenca e familjes, që nuk i kom pas ofër, nështë me thonë që është arsyeja pse unë e kom ditë gjithë që nuk kom jetu shumë gjatë atje, edhe është arsyeja që unë jam këthy në Kosovë. Momenti kur unë kom vendus me shku edhe me provu jetën atje, nuk ka qenë krejt, nështë me qenë shumë e lumtur, normal që edhe unë kom pas frikë, ma shumë se unë kam pas frikë për në temi, që do mësë babi. A i s'ka qenë edhe fort akorda? Jo, babi është friksu shumë për mu, ju kom dukë shumë e re, edhe si që të prindim. Pak që ka babit jam. E vërtet. Kështu që ka pas rezerva babi në këtë aspekt, ma shumë se tjertë. Nana si krejt nana, të shqetsu shumë, është mërzit shumë, po prapë më ka përkra ma shumë. Do me thonë e kom pas edhe unë e vetë frikën, kur e menoj ka qenë shumë